Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes. Ju uroj një ditë të mbarë, një ditë që të realizoj shumë çka të bukur që shpirti ka blatuar më herët. Të ftuarit e mi janë nxënës të shkollës 9 vjeçare Skënderbej. Me krenarin që ju jep emri i shkollës, por ende më shumë emri i herojt ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ata ditët e fundit, pikërisht në 558 vjetorit të vdekjes së herojt ton kombëtar, kanë përgatitur një dramatizim, një pasazh historik, kthimi i Skënderbeut. Një mundësi shumë e mirë për të lançuar prirjet e tyre në teatr edhe në skenë, por një mundësi ende më e mirë për të njohur shumë çka nga historia e herojt ton kombëtar, për ta ndjerë krenarin brenda vetes dhe për ta shprehur aq bukur me artin e tyre. Janë pjesë e programit Ardhezeje, i cili në shkollat tona zhvillohet në shumë drejtime, por ata kanë zgjedhur teatrin në orët jashtë mësimit për të shprehur më tepër vetveten, prirjet dhe talentin e tyre. Natyrisht një punë e përkujdesur nga mësuesit, nga drejtoria e shkollës. Dhe unë sot i kam ftuar me dëshirën më të madhe për të shprehur shumë çka që kishte realizimi i këtij dramatizimi. Ajo që sot është në studio së bashku me fëmijët është mësuesja koordinatore e orëve jashtë mësimit, Vjolca Halilaj. Mirëmëngjes, Zysh Vjolca, mirë se erdhe. Kënaqësi që ju kam në studio. Për ftesën, kënaqësi edhe për ne. Këto fëmijë kaq të bukur, këto fëmijë që kanë ardhur shumë të impenjum për me thanë të gjithë ecurinë e tyre, natyrisht do të prezantohen vetë. Emri yt është? Endi Lulaj, Gabriel Larushku, Kejsi Ruçi, Grejsi Lulaj, Drim Toflej, Amris Borshi, Soria Bercaj, Rebeka Çekirko. Po mirë se erdhët në studio. Po keni përgatitur një shfaqje shumë të bukur apo jo? Po. Si jeni ndjer? Shumë mirë. Po pse jeni ndjer kaq mirë? Se skena ka qenë shumë e përgatitur, shumë bukur. Mësuesja të na dhon kurajo, shumë kurajo, edhe të menu për tana ata gjana që bashkë me mësuese ne i kena kalu në kursin e teatrit, edhe ne të shina mësu me tana gjana, si për shembull që kena bë aktivitete për 28 nëntorin, për 22 nëntorin që është dita alfabetit. Pra, nuk është hera e parë që ju deli në skenë dhe tashmë keni krijuar një farë sigurie, apo jo? Mësuese Vjolca, është shumë bukur të punosh me fëmijë të tillë, apo jo? Është kënaqësi, me vërtet. Është hera parë që aplikohet në shkollën tonë programi Art Zeje dhe Sporte. Është shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë, sepse ky program që aplikohet në shkollën tonë konsiston në 5 kurse, ndërto është edhe teatri, pra është kursi i tikut, i bujqësisë, kursi i Ardhezeje, i pikturës dhe i teatrit. Në kursin e teatrit, nxënësit kanë ardhur me dëshirën e tyre dhe unë jam e kënaqur me punën që bëjmë çdo orë që kemi të planifikuar 4 herë në javë. Këto janë orë jashtë programit mësimor. Po si shkoni ju te kursi i teatrit? Me qef, me dëshirë? Me shumë qef. E keni zgjedhur vetë apo dikush tjetër ju ka thënë që po shko taj kursi është shumë i bukur? Ne kemi zgjedhur vetë kursin e teatrit. Dhe jeni tashmë shumë të kënaqur që jeni në këtë kurs. Po. Por është hera e parë që ju bëni një dramatizim, sepse herët të tjera keni dalë në koncerte festive, keni recitu, keni prezantu. Siç më tha dhe mësuesja, kjo ishte një praktik e bukur, një hap i parë i mbar, apo jo? Patjetër, këtu janë në këto grupe, pra jo vetëm në teatr, por edhe në grupe të tjera, marrin pjesë nxënës të grup moshave të ndryshme. Nxënës që shkojnë me pasion dhe shpalosin edhe vlerat e veta.
Këtu kemi nxënës të klasave të ndryshme dhe unë jam e kënaqur me punën, me përkushtimin, me vlerat që ato po shpalosin, sidomos edhe me dramatizimin të cilën e bën. E çfarë emocionesh? Ja regjia po na e kujton këtë ditë të shfaqjes suaj dhe ju patjetër që e shihni veten aty duke interpretuar, duke thënë pjesët tuaja të cilët ju i mësuat jashtëzakonisht mirë. Është kështu? Po si lindi kjo ide që ju pikërisht në ditën e më 17 janar, që është dita e vdekjes së heroi ton kombëtar, Gjergj Kastrioti, pikërisht ta përkujtonit me një dramatizim të tillë? Po, ideja lindi natyrshëm. Unë si mësuese e teatrit e këtij kursi, mendova që kjo datë mos mbetej thjesht një datë historike, thjesht një datë në librat e historisë. Dhe vetë figura Skënderbeut mos ishte thjesht një vizion. Duke qenë edhe se ne mbajmë emrin e heroit ton kombëtar si shkollë, do të thënë emrin e... Regjia mund të kalojmë në studio, po? Emrin e Skënderbeut, atëherë ne vendosa që të realizoja një dramë ku nxënësit ta ndjejnë këtë figurë përmes skenës, përmes aktrimit, ta shpirtëzojnë atë. Dhe sinqerisht secili prej tyre kërkonte të ishte një Skënderbe. Po si e zgjodhët? A ishte një sfidë më vete të zgjidhnit? Ishte një për zgjedhjen e Skënderbeut ishte shumë e vështirë në fakt. Sepse këtu kemi vetëm nxënësit që kanë aktruar, po kemi edhe nxënës të tjerë. Ne folëm për figurën e Skënderbeut, diskutuam për të, treguam rëndësinë e kësaj figure, peshën që mbart edhe shkolla jonë që mban këtë emër, tregova se mbi supet e secilit prej nxënës peshon kjo fjalë, i tregova se kjo shkollë me të vërtetë mbi supet e saj mban më tepër se një shekull, por nga dyert e saj kanë dalë emra të cilët kanë nderuar shkollën, Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Kështu lindi kjo pjesa, domethënë që ne ta vazhdojmë aktrimin. Unë mendoj të kalojmë në një duartrokitje për të gjithë këto fjalë magjepsëse që mësuesja juaj ju mori zemrën në duart e saj dhe ju shpërndau me shumë dashuri pikërisht këtë mundësi që ju kishit. Sa bukur, sa bukur. Edhe këto donin të ishin një Skënderbe, secili dua të bëhem unë Skënderbe. Atëherë ne vendosëm, skenarin e realizova vetë, mundova që ta përshtatja me moshën e nxënësve, me temperamentin e tyre dhe lexuan secili rolin. Aty pastaj bëmë edhe përzgjedhjet. Kush e deklamoi më bukur, apo jo? U bë përzgjedhja. Mirë, unë dua të di diçka, sepse mësuesja ju foli për heroin ton kombëtar. E keni mësuar edhe në libra. Po keni ndonjë gjë që ju e mësuat dhe e përqafuat që nuk do ta harroni asnjëherë për shembull? Sepse ai është heroi ynë kombëtar. Është heroi ynë kombëtar, apo jo? Është figura më e shenjtë e Shqipërisë. Vërtet. Është dëshirë e madhe me kanë heroj kombëtar. Pra ne kena pyet tanë me kanë Skënderbeu, po për zgjodhen atë që ishte i përshtatshëm për një atë rol. Po mirë, herët na ngrihet në këmbë ky Skënderbeu këtu në studio që e përzgjodhim mësuesja. Ti ke emrin edhe një herë? Gabriel Larushko. Gabriel. Po si u ndjeve ti Gabriel që u përzgjodhe të ishe Skënderbeu? Unë ishëm shumë me qejf që me përzgjedhim mësuesja, se unë e kishëm pasion këtë kurs dhe doja të bëja me qejf Skënderbeun. Po mirë, nuk i erdhi keq ju të tjerëve që... Mirë. Atë natë gjumi të zuri pak vonë, e di unë, si do ta realizoje, a do të ishe vërtet një burr i fuqishëm që të ja ku e ke edhe me shpatën, që të mblidhje të gjithë fiset shqiptare dhe të luftoni kundër turqëve. Të shkonte në mendje një gjë e tillë?
Atë ditë ishim shumë i emocionuar dhe dojem ta bëjmë shumë mirë. Duhet ta bëjmë shumë mirë, bravo Ulu. Po secili për jush ka pasur rolin e vet, apo jo? Po. Po unë po shoh një qasje shumë interesante ndaj skenës Zysh Vjollca. Në fakt, fryma bashkëpunimit në shkollën tonë është karakteristik. Bashkëpunim mes nxënësve njëri tjetrit, bashkëpunimi mësuesit me nxënësin. Edhe pse jam koordinatore e këtij programi, unë shoh një bashkëpunim edhe mes mësuesave të kurseve të ndryshme. Ka shumë nxënës, për shembull Amris shkon në kursin e tikut. Apo jo Amris. Domethënë është edhe në kursin e teatrit, edhe në kursin e tikut. Ama në lidhje me skenën, pra po sillen nga drama, unë kam pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me mësuesit përkatës, mësuesit e fillores, por një mbështetje që nuk do ta harroj kurrë nga drejtoresha e shkollës. Përshëndetje drejtoresha Enkela Bërdica. Përshëndetje. Ne e përshëndesim si grup, sepse na ka mbështetur në çdo hap, në çdo gjë që ne kemi nevojë, ajo na gjendet pranë. Me maturinë dhe pjekurinë e saj, ajo i mbështet gjithë fëmijët, jo vetëm kursit tonë, por gjithë kurseve. Sa që e bukur. Jemi shumë të kënaqur, me të thënë drejtën, besoj se edhe nxënësit janë shumë të kënaqur. Këtë e tregojnë edhe sytë dhe paraqitja e tyre. Bashkëpunimi është. Bashkëpunimi ka shumë rëndësi. Një suksesi. Realizimi të bukur, një suksesi. Bravo, shumë bukur. Por unë dua të theksoj edhe diçka që kjo dramë pati domethënë një sukses brenda shkollës, për vetë faktin se ne pat me bashkëpunim edhe me disa mësues që më ndihmuan për kostumografinë, sepse me ato mundësi që kishim, kuptohet, për përgatitjen e kurorave, veshjen e Skënderbeut, nënës Skënderbeut Vojsavës, Gentiana Gjylbegu na ndihmoi jashtëzakonisht për këtë kostumografi të nxënësve. Nuk lë pa përmendur edhe mësuesen e historisë, Orieta Sejdia, së bashku me të pikturës, dhe këtu kemi edhe koordinimin mes kursit të teatrit me të pikturës, Arselen, e cila na ndihmoi për pikturat, për rregullimin e skenës, pra skenografin. Gjithashtu, në fund, një falënderim të veçantë edhe për oficerën e sigurisë dhe psikologen, pranisuesit e të dyjave ishte e pranishme në çdo gjë, pra në çdo veprim të nxënësve. Respekt, vetëm bashkëpunimi bën që të ketë produkte të mrekullueshme dhe të lërë gjurmë pikërisht në ecurinë dhe në formimin e këtyre nxënësve. Këto nuk do të harrojnë asnjëherë pikërisht këtë ecuri dhe madje do të synojnë ta pasurojnë me të tjera veprimtari. Besoj se një njerë shumë bukur, apo shumë mirë, po si zgjodhet nga u mbështetet për ta realizuar pikërisht pasazhin dramatik kthimi i Skënderbeut? Kthimi i Skënderbeut e zgjodha është një moment shumë keq. Në fakt, është pikërisht ardhja e djalit, takimi me nënën, me një nënë me një shpirt të brengosur, të drobitur, me një shpirt i cili veç një nënë e din nga humja të shoqit dhe 3 fëmijëve të tjerë. Prandaj e solla këtë moment, domethënë tek nxënësit kuptojnë që ardhja e djalit mund të shëroj shumë plagë, por shëroj shumë aktuale. Shëroj edhe plagët e kombit, sepse ai u bë një hero, kuptohet. Keni shfrytzuar Nolin apo edhe autor të tjerë? Në fakt kemi shfrytzuar edhe Fanolin, po kemi shfrytzuar edhe autor të tjerë dhe unë u mundova të bëj një skenar shumë të thjeshtë që ta përshtatje me moshën e nxënësve. Ishte hera e parë që punoja me ta, ishte një kënaqësi jashtëzakonshme që të punoja me këta fëmijë të mrekullueshëm që do t'i mbetej gjatë në mendjen e tyre kjo dramë. Tjetër. Po mirë, mësuesja ju ndau pjesët. Apo jo? Po.
Ju secili doni të merrni pjesë të bukura, po të gjitha ishin të bukura. Po. Po mirë, si përgatitet këto pjesë? E patë të vështirë që ti mësonit, i mësuat për një herë, bët prova në shtëpi, prova në klas, prova me mësuesën, si ishte ajo atmosferë dhe curi, sepse me një ditë nuk bëhet, apo jo? Nuk ishte aq e vështirë, pasi ne kemi bërë dhe pjesë tjera teatrale, dhe për t'i mësuar ishte kollaj. Ishte kollaj. Po ti, Drini? Mua më mbështeti mami kur gjasosha dhe babaj më jep të kurajo. Forca Drini, Drini rëmbyshëm, Drini bukur, Drini mirë, apo jo? Mirë, po... Une kam Amris. pas hyrjen e programit që na ka bëm se Vjolca, edhe unë në shtëpi e risha të përsëriton kohën, edhe në klasë mësuesja na bante prova kur kishim orën e teatrit. Na banim provat për me mësu, edhe vazhdimisht fillume të kap ma shumë e mësume. Po mirë, ju që jeni, do më thënë, ai kompleksi i recituesve, i dramatizimit, a mund ta dëgjojmë pak sa? Po. Për më vonë do kalojmë në pjesën kulminante vojsava. Dakor? Po, fjalën e keni ju. Me thonë një pjesë. Ashtu siç ti e ke përgatitur dhe secili prej jush e ka U përgatitur. hapën portat e gurtat të krujës, si krahë nëne që presin mbirin e humun, flamuri u ngrit mbi kala, si betimi kuq në qiellin shqiptar. Nga dheu i huaj, o kthye Trini, me plag në shpirt, e zjarr në sy. Jo për lavdi, për liri, me një popull në zemër e një zot mbi kokë. Kruja u zgjua, kruja xherua, burra, gra e febi, brohorasin, Trimi o kthye, shpresat o kthyen. Bravo, sa bukur e ke realizuar. Ndërkohë mësuesja patjetër gjithë impenjim dhe emocioni qëndronte aty pranë apo jo. Patjetër, unë ka gjatë provave u mundonim që t'i vendosnim në përpika caktuara. Dhe këto lëviznin. Edhe i thosha, mor Drini, po atë kalon zysha këto. Po edhe këtu jam mirë, thote. Pra, më pëlqete sinqeriteti i tyne. Janë fëmijë dhe kanë botën e tyne. Të shpalosin vlerat e tyre përmes aktrimit. E ndjejnë. Nëpërmjet këtij kursi ju po mësoni dhe keni mësuar edhe nëpërmjet kësaj shfaqje shumë gjëra të bukura. Madje edhe shokët dhe shoqet që jeni nga klasa të ndryshme, jeni miqësu dhe jeni shoqëruar me njëri tjetrin, apo jo? Po, sa për diçka për këtë. Për vlerën që pati ky kurs dhe kjo dramë. Na bashkoi të gjithëve dhe krijuam një marrëdhënie shumë të mirë dhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Krijuam shoqëri. Po, krijuat shoqëri, ndat bashk emocionet, apo jo? Po. Bukur shumë. Po ajo vajzë që mban kurorën e Vojsavës, dhe kjo këtu që është narratoria, apo jo? Që do të thotë tregimtarja. Janë personazhe të dramës, apo jo? Të cilët patën një ndjeshmëri të veçantë në interpretim, sepse si personazhe të identifikume mbanin emra të vërtet, apo jo? Real. Më thuaj pak sa si u ndjeve në rolin e Vojsavës. Në rolin e Vojsavës unë ndjeva shumë krenare për vetin si realizova shumë mirë atë pjesë, më kanë thonë shumë veta e ke bo shumë mirë, edhe unë u knaqen atë moment si më thonen, se unë gjithmonë kam dashur në u bë aktore. Po. Ke marrë pjesë edhe në konkurset e fjalës artistike? Po, shumë herë. Shumë herë. Dhe besoj se kjo të ka dhënë një besim, një siguri. Po ju të tjerët keni marrë pjesë në Emigration. Sa bukur. Këtë vit dhe kam shkuar në finale. Edhe në finale. Vajza në ka dhënë në finale me një dramatike. Me një pjesë dramatike. Me një pjesë dramatike. Pra, shkollën e keni përfaqësuar jashtëzakonisht mirë. Po të shohim një herë Vojsavën si e mësove, sepse ajo pjesë është shumë e ndjeshme.
ka të bëjë me një marrëdhënie njerëzore, po ka të bëjë edhe me një krenari shqiptare, apo jo? Po. Si e realizove ti zemër? Vojsavën e realizova, e kam realizu shumë shpejt nga kënaqësia si kam pas brenda, edhe unë e kam pas parasysh si ku jam unë Vojsava me vërtet, edhe më ka ardhur direkt intonacioni edhe. Sa bukur. Po ti narratorja, tregimtarja, çfarë na thua, si e përgatite? Unë e përgatitem me shumë kënaqësi. Jo vetëm kurajën që e kam marrë nga prindërit dhe mësuesja, po edhe nga klasa. Edhe nga klasa, të gjithë në klasë dini që ti je në kursin e teatrit dhe po ke një rol. Po si e theti ato? Ja ta dëgjoj një herë. Për të vazhduar më pas me Skënderbeun, mos je ndonjë fantazëm që vjen të friksosh një plak të shkret, si thua ti? Është diçka e tillë. E mbaj mend. Po. Me thonë pjesën. Po mirë, po ta thuash. Qindra vjet më parë, në Kruj, në Kështje dhe në Kastriotëve, hinte një nën me zemër të thyer. Vojsava, në pritje të birit të humbur, jashtë frynera e Greveriut, qyteti ishte i heshtë i trishtuar, mbi kalava lon të flamuri huaj dhe shpresa duke jeshuar. 4 djem pata, zoti mall. 3 mimore pa fjal. Një malë gjallë, diku në bot, ma sjell në shtëpi, mos ma fal var. A jeton valle, a më mban në mend, a njef nënën Krujin këtë vend. Mos ma mbyll deri në shtëpis, mos ma shter shpresën e Shqipëris. Në mur, vara shpata vjetër, e rënd për duar të sotme, askush se ngritë do të armë, përveç një trimi së derës e Kastriotëve. Pa pritur, hapet dera Kështjellës, hyn një burr me pamje luani, i armatosur fisnik madhështor, si statuje gjallë e trimërisë. O Zot, ç'po shoh para syve, jeje apo biri imi? Nëse je fantazmë natës, fol të lutem, mos ma mundo shpirtin. Luftëtaris flet, bie në gjunjë, lotet të rjedhin si fëmijë, ja puth dorën nënës së tij, zemra flet, jo fjala ngri. Nënë, jam gjergjyt, jam kthyer në shtëpi. Luftëtaris flet, bie në gjunjë, lotet të rjedhin si fëmijë, ja puth dorën nënës së tij, zemra flet, jo fjala ngri. Nënë, jam gjergjyt, jam kthyer në shtëpi. Nëna njohu nga synë, nga ftyra, nga qëndrimi. Ishte Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, trimi i trimit. Mori bekimin në nënës së tij, u bë dhe i fish me fort në shpirt. Rëmbeu shpatën nga muri i vjetër dhe gjeshin e bres pa frikë. Bravo! Sa qaste të bukura, emocionuese, qaste që mbeten në mendje, në shpirt dhe që japin mesazhe të bukura, apo jo? Po. Jashtëzakonisht bukur. Pas njohjes së birit me nanën, besoj se salla ishte elektrizuar, ishte emocionuar, ashtu siç u emocionova unë tash ti. Po. Morët duar trokitje të shumta. Po cili ishte mesazhi i kësaj pjese? Si një ditë e plota i shtjellej, me re dhe erë mbjellë, një emër Gjergj e kishtë si djellin, tjetrin si hënën, Skënderbej. 2 brirë dhije kish mbi krye, embleme vjetër e çuditshme, si kur ta dinte që mes 2 brinjve, 2 perandor do të godiste. 24 luftra bëri, 24 vdekje theu. Çka linte ditën mangu Gjergji, plotësonte natën në Skënderbeu. Pas vdekjes ti eshtrat ju ndan, në mira varre ato ushtrin. Gjithçka të shumtën a je pati, por të vetmen kish veç Shqipërin. Bravo! Shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Kjo shfaqje shënoi diçka mbreslase tek ju, edhe tek të gjithë ata që u ndoqën. Patjetër që mësuesja do ta shënoi në ditarin e saj si një mbres që nuk shlyhet lehtë, apo jo? Në fakt është e vërtetë. Kjo do të jetë një moment shumë i rëndësishëm dhe do të mbahet në gjatë, sepse ka qenë domethënë drama e parë që është bërë në këtë kurs. Dhe e cila
do të frymëzoj për hapa të tjera, apo jo? Patjetër. Unë ja kam theksu nxënësve, shkolla jon nga dyert e saj kanë dalë nxënës që i kanë vënë emër shkollës. E kanë bajt emrin e Skënderbeut kudo që kanë shkuar. Dhe kur nuk do ta harroj, domethënë një moment kur vajza ime donte të aplikonte në një program dhe u donte që të vendoste domethënë shkollimin. Dhe s'kishte gjë më bukur kur shkroi shkollën 9-vjeçare nga klasa e parë deri në një klasë caktuar, shkollën Skënderbej. Prandaj nga këto nga dera shkollës tonë kanë dalë nxënës, të cilët thash edhe një herë i kanë dhënë emër shkollës, qytetit të Shkodrës, Shqipërisë, në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Uroj që edhe këto nxënës në një të ardhme jo të largët të shpalosin vlerat e veta kudo që t'jenë. Jashtëzakonisht bukur. Keni mbjell shumë frymëzim tek fëmijët mësuese Vjollca dhe të gjithë stafi natyrisht që i kanë mbështetur, edhe drejtoresha që ju përmendët. E falenderojmë te masë mbështetjen e saj. Të gjithë duhen falenderuar, por unë besoj se këto hapa që ju keni hedhur do të vazhdojnë plot frymëzim në ecjen tuaj, me shumë siguri, në çdo rrugë që të merrni, në çdo hap që të hidhni, në çdo drejtim ku ju patjetër do shkëlqeni. Dhe aty do të keni edhe emrin e shkollës suaj të dashur Skënderbej. Respekt për gjithë stafin, për mësuesit tuaj, për mësuese Vjollcën, dhe unë uroj që realizimet të tjera të bukura plot frymëzim të jenë në vazhdimsi të ecurisë së suaj në këtë shkollë. Ju uroj vetëm suksese. Ju falenderoj shumë që erdhët sot në studion Mirëmëngjes Shkodër dhe shpërndat një pjesë nga shpirti juaj i bukur. Faleminderit shumë mësuese Vjollca, suksese dhe mbarësi gjithmonë. Faleminderit.